Palestra e sporteve rinia në Gostivar u shndërua sot në një arenë emocionesh dhe rivaliteti sportiv, duke mirëpritur garat rajonale të basketbollit për shkollat e mesme. Ky aktivitet i organizuar në kuadër të lidhjes së sportit shkollor, ka bërë bashkë 4 ekipet më të mira nga rajoni i Maqedonisë Perëndimore. Burim Beshiri, koordinator i lidhjes së sportit shkollor në Gostivar, bëri me dije se në këtë turne marrin pjesë 4 ekipe dhe atë, ekipi mikpritës nga shkolla e mesme teknike Gostivari, përfaqësuesit nga Tetova, shkolla e mesme mjekësisë Nikola Shtejn, gjimnazistët nga Manastiri dhe ekipi përbashkët nga zona e Orit dhe Strugës. Sot në kuadër lidhjes sportit shkollor zhvillon garat regionale ku fituesit turnirit, i cili mat 4 ekipat më të mirat regionit të Perëndim, do të merr normal minjoje, diploma dhe kështu do të garon në garat republikane të lidhjes sportit shkollor nivel republikan. Ndeshjet u karakterizuan nga loje fortë dhe korekte, ku çdo ekip synonte fitoren. Përveç prestigjit dhe mirënjohjeve, fituesi i këtij turneu rajonal do të sigurojë pjesëmarrje në garat republikane. Në përfundim të aktivitetit, ekipet më të mira janë nderuar me diploma dhe mirënjohje, duke kurorzuar kështu një ditë të mbushur me sport, disiplinë dhe frymë ngaruese.